kaluar momente shumë të vështira, ankthi, depresioni. Kë ke pasur mbështetje për sa i përket anës emocionale? Në përgjithësi, ndihma, mbështetja emocionale është nga njerëzit që ke afër. Edhe njerëzit që kam afër janë miket e mia, disa. Sepse familjarët të tjerë, të vetmit familjarë që kam në Vlorë janë të dy meshkuj, i matë dhe i vlla, motrën e kam larg. Dhe për çudi, do të çuditesh e di, mbështetja më e madhe emocionale është i mbirë edhe pse ishte shumë i vogël. Ai është i jashtëzakonshëm. Fjala e parë që thotë është qetësohu një herë, se unë e di që ti do ta bësh, edhe ti e di që do ta bësh, po s'ka gjë, tani ri kështu ri aty në cepin tënd, e di që do vi momenti që do ta bësh. Do ti e mami, thot ti e bën këtë, e bën edhe atë. Çfarë të shtyu për ta patur një shpresë që mund të shkonte gjëja ndryshe, që mund të kishte një ardhshmëri në këtë lloj lidhje? Po sepse unë po i jepja shumë kësaj martese. I dhash gjithë qenien time, vitet, përkushtim emocional, të gjitha gjërat. Kohën unë izolova vetëm brenda shtëpisë, brenda martesës. Jo se isha izoluar, e detyruar të rija brenda. Ju përkushtova unë kësaj gjëse dhe shpresoja shumë që të mos e humbisja. Tashmë kisha 2 fëmijë. Nuk doja domethënë që të bëja këtë jetën vetëm me të gjitha këto vështirësitë që i dija që do vinin.